Historia e shqiptarëve nuk është vetëm histori luftrash dhe rezistence, por edhe një histori emigrimi. Një nga episodet më të rëndësishme është largimi masiv i shqiptarëve nga ish Jugoslavia drejt vendeve të Evropës perëndimore, sidomos në Zvicër, Gjermani dhe Austri, gjatë viteve 60, 70 dhe 80. Ky emigrim nuk ishte thjesht një mundësi ekonomike, pas tij qëndronin politika të fshehta, represioni shtetëror dhe nevoja për mbijetesë kombëtare. Në vitet 60, ish Jugoslavia, në sundimin e Josip Broz Titos, shpalli programet e quajtura Gastarbajta, punëtor të përkohshëm migrant. Këto programe u bën marrëveshje me Gjermaninë perëndimore, Zvicrën, Austrinë dhe vende të tjera europiane. Shtetet pritëse kishin nevojë për krah pune, pas shkatrimeve të luftës së dytë botërore dhe zhvillimit të shpejtë industrial. Nga Jugoslavia u nisën mijëra punëtorë, dhe një pjesë shumë e madhe e tyre ishin shqiptarë nga Kosova, Maqedonia e Sotme, Lugina e Preshevës dhe Mali i Zi. Për ta, kjo ishte një mundësi e artë. Për herë të parë të siguronin një rrobë të mirë, t'u dërgonin para familjeve dhe të shihnin një botë tjetër, për te kufive të mbyllur të regjimit. Për shqiptarët, ky emigrim nuk ishte vetëm një zgjedhje ekonomike, por shpesh edhe një detyrim i imponuar nga represioni politik e social. Në Jugosllavi, shqiptarët përjetonin diskriminim në arsim dhe punësim, shtypje kulturore dhe ndalime për përdorimin e gjuhës shqipe në shkolla, dhunë policore dhe ndjekje politike ndaj çdo individi që shfaqte ndjenja kombëtare. Duke i lejuar shqiptarët të largoheshin masivisht drejt Evropës, regjimi jugosllav në një farë mënyre shpresonte të shfrynte presionin dhe të zvoglonte numrin e tyre në Kosovë dhe trevat e tjera. Disa studiues dhe intelektual shqiptar e kanë parë këtë si një politikë të qëllimshme, një mënyrë për të dobësuar demografinë shqiptare në favor të popullsisë slave. Në Zvicër dhe Gjermani, shqiptarët filluan punë të rënda, në ndërtim, në fabrika, në miniera dhe në bujqësi. Ata shpesh jetonin në kushte të vështira, në baraka kolektive ose dhoma të ngushta, të ndarë mes shumë punëtorëve. Shumica kishin shkuar në kontrata 1 apo 2 vjeçare dhe mendonin të ktheheshin, por realiteti ishte ndryshe. Ata qëndronin, sillnin edhe familjarët e tyre dhe krijuan komunitete të forta. Megjithatë, sfidat nuk ishin të pakta. Përballeshin me racizëm dhe paragjykime, si migrant ballkanik, kishin vështirësi gjuhësore dhe mungesë integrimi në shoqëritë e reja. Jetonin gjithmonë në ankthin e kthimit, pasi Jugoslavia shpesh i mbante familjet e tyre si peng politik, duke i survejuar ose ndëshkuar për veprimet e emigrantëve. Edhe pse emigrimi ishte i vështirë, shqiptarët shpesh e kuptuan fuqinë e diasporës. Ata krijuan shoqata kulturore, klube dhe më vonë organizata politike. Në Zvicër dhe Gjermani, shqiptarët botuan gazeta në gjuhën shqipe, organizuan aktivitete për të ruajtur kulturën dhe gjuhën. Shumë prej tyre u përfshin në lëvizjet politike për të drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi. Në vitet 80 dhe 90, pikërisht kjo diasporë do bëhej shtylla kryesore financiare dhe morale e lëvizjes kombëtare në Kosovë. Pa emigrantët shqiptarë në Zvicër, Gjermani e mëtej, nuk do të ishte e mundur mbajtja gjallë e rezistencës që kulmoi në luftën e Kosovës në fund të viteve 90. Shumë studiues dhe vetë shqiptarët e asaj kohe kanë ngritur pyetjen: a ishte emigrimi një strategji e menduar e Jugosllavisë? Nga njëra anë, Jugoslavia fitonte valutë të huaj, sepse migrantët dërgonin para në shtëpi, që kalonin përmes bankave shtetërore. Kjo ndihmonte ekonominë jugoslave. Nga ana tjetër, duke i larguar shqiptarët jashtë vendit, shteti reduktonte rrezikun e rebelimeve të brendshme dhe ndalonte rritjen e shpejtë të popullsisë shqiptare, që shihej si kërcënim. Pra, emigrimi ishte një lojë me dy anë. Për shqiptarët ishte një shans për jetë më të mirë, por për Jugosllavinë ishte një mjet për të kontrolluar dhe shpërndar popullsinë shqiptare.
Historia e emigrimit të shqiptarëve drejt Zvicrës, Gjermanisë dhe vendeve të tjera evropiane është një histori e hidhur, por edhe e lavdishme. Ata shkuan si punëtor të thjeshtë, por u kthyen në ambasador të kulturës shqiptare dhe në mbështetësit kryesor të lirisë së Kosovës dhe shqiptarëve në Ballkan. Ky emigrim nuk ishte vetëm ekonomik, ai ishte edhe politik, kulturor dhe kombëtar. Dhe sot kur ecim në rrugët e Zürichut, Berlinit apo Vienës, shohim se shqiptarët kanë lënë gjurmë të forta, duke u bërë pjesë e pandashme e Europës perëndimore. Kjo ishte historia e emigrantëve shqiptar nga Jugosllavia drejt Evropës perëndimore. Nëse ju pëlqeu ky rrëfim, mos harroni të abonoheni në Kronika Shqiptare, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të shpërndani këtë video që sa më shumë njerëz të kuptojnë rrugtimin e shqiptarëve.